Bazë të publikimeve të rregullat që ka Agjencia e Statistikave të Kosovës për statistikat e tregtisë jashtme, të cilat i publikon në baza mujore dhe në baza vjetore, në 5 vitet e fundit, do të thotë nga 2020 deri në 2024, eksporti ka pas rënje dhe ngritje, ndërsa importi gjithashtu ka shku me një trend më tepër rritës. Përderisa në vitin 2020 eksporti ishte 23.506.000 euro, në vitin 2021 kaloi në 123.447 milion euro. Në vitin 2022 u ngrit në 136.525.000 euro, në vitin 2023 në 106.320.000 euro, ndërsa në vitin 2024 eksporti pat një rënje në 39.596.000 euro. Po të shqaqojmë si importin në vitin 2020 ishte 59.137.000 euro, në vitin 2021 ishte 94.028.000 euro, në vitin 2022 71.929.000 euro, në vitin 2023 84.535.000 euro dhe në vitin 2024 u ngrit në 107.863.000 euro. Po të shqaqojmë vitin 2020 dhe vitin 2024, Kosova ka bilanc negativ, do të thotë importon më shumë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se sa që eksporton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në top 10 produktet që eksportojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vitin 2024 janë mobilje dhe pjesë të tyre shtrojt, dyshek, mbështetje, dysheku, të gjitha artikujt tjerë me 36.7% të total eksportit. Pastaj janë palltot, pelerinat, gjaketat, pjesa e tekstilit me 11.044.000 euro ose 27.9%. Janë ndërteset e parafabrikuara, të cilat punohen këtu dhe transportohen dhe pastaj atje montohen me 4.745.000 euro apo 12% të total të eksportit në vitin 2024. Struktura dhe pjesë strukturave prej hekurit dhe qeliku ose alumini me 8.8%, me gjëra ushqimore për kafshët me 2.0% dhe kështu me radhë. Nëse i referohemi të vitit 2023, 84.52% të eksportit e kanë vënë mobilje dhe pjesë tyre. Në vitin 2023 në top 3 vendet eksportit të Kosovës ka qenë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. 24 ka një rënje të eksportit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa ato që kemi importuar në vitin 2024 janë vajrat e naftës dhe vajrat e përfituara nga mineralet e bituminoze, që janë diku mbi 25.39%, produktet e mbetura të naftës dhe materialet e lidhura me to me 11.21% apo 12.092.000 euro. Makinat motorike dhe mjetet tjera motorike të projektuara kryesisht për transportimin e personave me 10.32% të total të importit apo 11 milion euro. Mish tjetër të brendshme të mishit të ngrënshëm të freskët me 6.826.000 euro me 6.33%. Medikamente, produkte medicinale, polimeret, etilenit, pajisjet e telekomunikacionit, propan dhe botan të lëngshëm dhe artikuj tjerë.